edukata e mirë e bën më të përsosur dhe e zbukuron adhurimin ndaj Allahut Madhërisëm. Dhe për këtë arsye, Islami i jep shumë rëndësi, si dhe ka qenë prej këshillave dhe urdhave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i porosiste shokët e tij. Kemi rastin që transmetohet se erdhi një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, më këshillo." I tha pejgamberi alaihi salatu wassalam: "Ittaqillaha haythu ma kunt." Ki frikë Allahun kudo që t'jesh. I tha njeriu: "Më shto edhe diçka." Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Pas çdo pune të keqe që vepron, pasoja atë me një vepër të mirë, nga se ajo e mira e fshin veprën e keqe." I tha njeriu, thot: "Më shto edhe diçka." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dhe sillu me njerëzit me moral të mirë, me edukat të mirë." Urdhër, porosi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një besimtar për plotësu personalitetin e tij duhet pajitet me edukat mirë, sepse edukata e mirë është një nga komponentet e personalitetit të besimtarit. Një qenie njerëzore nuk matet me gjatësinë dhe gjersinë e tij, nuk matet me ngjyrën apo bukurinë e tij, nuk matet me pasurinë apo varfërinë e tij. Një qenie njerëzore matet me edukatën e tij, moralin e tij të mirë dhe të lartë. Ti përmbahesh moralit mirë dhe ti shmangësh të këqijave është porosia e Allahut dhe është bindje ndaj Allahut Madhërisëm dhe ndaj udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse shtrohet pyetja se si të pajisemi me edukat të mirë të lartë, e kemi shembullin më të mirë, krijesën më të mirë në fashën e dheut, Muhammedin alaihi salatu wassalam, dhe për të cilën është edhe prej shkaqeve që është dërguar. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Jam i dërguar për përsosjen e normave, virtyteve të moralit." Dhe kur është pyetur Aisha radhiyallahu anha se si është morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo tha: "Morali Resulullahit sallallahu alaihi wasallam ishte Kurani." Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam ju bind urdhrit të Allahut madhëruar në të gjitha çështjet e tij, në fjalë dhe në vepra, si dhe i urdhëroi shokët e tij që t'i binden Allahut Madhërisëm për çdo kriter të mirë që është përshkruar në Kur'an, dhe i ndaloi nga çdo kriter të keq që